بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Imam Bukhariu në librin e tij babu min al-kabairi an la yastatira min bawlihi. Mos kujdesi nga stërpikjet e urinës konsiderohet gjuna i madh. Pra njeriu duhet të ketë kujdes që të pastrohet mirë. Derisa s'ka kalu kjo situatë në vezvese, pra derisa s'ka kalu kjo situatë në fiksime mendore pastaj. Që do të thotë, njeriu përmbaron nevojën e tij, sidomos nevojën e hollë, qetësohet dhe nuk çohet më njëherë. Dhe në momentin që çohet, nuk ka më nevojë të fiksohet. Nëse i bëhet sikur i del diçka, merr një grusht ujë dhe hedh në mbathje, në mënyrë që të largojë të gjitha fiksimet dhe vezveset. Dhe vazhdon. Pra nuk merret në konsiderat ky lloj fiksimi që i vjen njeriu. Përveç se nëse njeriu e vërteton, atëherë pastrohet sërish. Përndryshe, nuk duhet ta kthej kokën mbrapa. Edhe nëse i bëhet, edhe nëse sikur. Edhe nëse sikur. Edhe nuk preferohet dhe nuk këshillohet që njeriu të ushtrojë presion në mënyrë që ta shtrydhë mirë apo të dalë mirë, gjitha këto janë kot edhe janë të dëmshme dhe nuk janë të këshillueshme nga sheriati, nga feja. Po hadithi për çfarë flet hadithi që do të lexojmë? Hadithi që do të lexojmë bëhet fjalë për njeriu siç në disa raste mbaron punën dhe ikën pa u pastru, pa u siguru që ka marrë punë, gjysma në tokë, gjysma në pantallona e gjysma në mbathje. Kjo është ajo për cilën flet hadithi. Dhe nuk flet hadithi për rastin kur njeriu pastrohet dhe çohet edhe ikën. Argumenti për këtë, kjo lloj problematika ka ekzistuar? Ka ekzistuar. Si e ka shëruar sheriati këtë lloj problematike? Të rrëdhuj mbathje dhe hec. Nëse ke fiksime se me të vërtet mund dalë diçka, derdhuj të mbathje, i grusht ujë mbathje dhe hec, selam. Kështu që nuk ka nevojë pse njeriu të ushqej veten e tij me fiksime. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tregon: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një varreze, thotë se kanë fiksuar mirë në Mekë apo në Medinë. Dhe dëgjoi që dy njerëz po dënoheshin në varr. Në varret e tyre. Dhe dëgjoi që dy persona po ndëshkoheshin në varret e tyre. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. Ata të dy po ndëshkohen, po dënohen. E gjëja për të cilën po dënohen është një gjunah i madh, mëkat i rënd. Po si jo, njëri prej tyre nuk pastrohej mirë nga urina e tij, ndërsa tjetri mbarte fjalë, thashë themaxhi. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. Pastaj kërkoi që t'i japin një degë pemë të njomë. E mori degën e pemës dhe e ndau në dy pjesë dhe ja vuri gjysmën një varri dhe gjysmën varri tjetër. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا. Dikush e pyeti: O i dërguari i Allahut, po pse e bëre këtë gjë? Pse e mori një degë pemë, e ndave në dy pjesë, gjysmën e vune një varri dhe gjysmën e vune varri tjetër? قال لعله أن يخفف عنهما
ma lem jej besa. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, shpresoj për Zotit që t'ua lehtësoj dënimin derisa këto dy degë t'jenë akoma të njoma, derisa nuk janë tharë akoma. Tu kemi disa pika interesante. Para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur kjo mrekulli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur mrekullia e dëgjimit të ndëshkimit në varr. A mundet në njëri përveç pejgamberit alaihi salam të shohë apo të hetojë dënim në varr të dikujt? A mund t'ja paraqesë Zoti këtë dhe të tjerëve? Jo. Allahu xhelaluhu dënimin dhe shpërblimin e varrit e ka lënë ghaib, pra e ka lënë të fshehtë. Mirë, po mund ndodhi që në situata të caktuara dhe në rrethana të caktuara Zoti e paraqet dënimin e varrit apo shpërblimin e tij për njerëzit si argument dhe si keramet. Siç ka ndodhur në raste që dihen, siç ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në librin e tij të Fatavës, po edhe siç ka ndodhur. Për shembull thuhet për udhëheqësin tonë të shkuar, njerëzit që kanë pasur të varrin e tij kanë luajtur mendsh sepse kanë pasur zhurmë në varr. E tjerë. E rëndësishme, pra mund të ndodhi kjo gjë. E dyta mesele është mospastrimi nga urina konsiderohet mëkat i madh, që ka problemi i madh puna, ashtu siç thashë themja dhe mbartja e fjalëve që është gjëna e madh. Pra njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. E treta gjë, kjo gjë nuk duhet të kalojë në fiksim dhe në vezvese, pra me kuptimin më bë robën fiksim, shkot 17 herë të u pastru në banjo, i qësore të me të në banjo, si i qmen, kësë është normale pastaj, nuk është në rregull. Tjetra që është interesante, marrja e degës pemës nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe vendosën mbi këto dy varre. Dhe tha, shpresoj për Zotit që t'ua lehtësoj Zoti dënimin, sa është. A kanë këtë argument që mund vendosim degat njoma pemësh mbi varret? Argumenti e ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Themi jo. Pse? Sahabët që e kanë pak të ngjarje, e kanë bërë këtë veprim? Marrë historia. Pra sahabët e kanë kuptuar që kjo gjë është e veçantë, specifike e pejgamberit alayhis salam, se po të ishte për gjithë njerëzit, do të fillojnë sahabët të kuptojnë pemësh e të i vu mbi varret. A lejohet me çu lule në përvarre dhe me miell lule apo me bë kurora lulesh? Jo. Islami nuk i njeh këto gjëra. Islami varri është sa më i thjeshtë, as kurora, as buqeta, as miellje lulesh. Po si duhet të jetë varri në Islam? I thjeshtë. Sa më i thjeshtë. Shkosh varret tek xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ashtu është varri, ose një bordur e thjeshtë që rum varrin dhe jep shenjat e varrit. E rëndësishme është që duhet me pas kujdes njeriu, pra pa kaluar në vezvese dhe pa kaluar në fiksime. Kjo është ideja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.